Dhe ja ku jemi në pjesën e tretë të emisionit, në fillim keni pas mundësin me pa se kush do t'jetë edhe në pjesën e tretë, tema që do t'i plasim, edhe keni pas mundësi edhe me na dërgu pyetje për doktoreshën që do t'a kemi në pjesën e tretë. Unë e thash edhe ma herët që në këtë temë, sa përmendet, sy e vesh janë 4, sepse krejt dëshirojmë ta gjejmë mundësinë më të lehtë, më të përshtatshme për me humbë peshë. Shpesh punojmë shumë në drejtim, bëjmë aktivitete fizike, bëjmë dieta ekstreme, por prapë nuk do psohemi. Shpesh varet prej organizmit, prej problemeve kronike, prej çdo gjë tjetër që ndoshta nuk ka të bëjë me abuzimin ndaj ushqimeve që ne bëjmë. Këto dilema do t'i shuajmë sot, sepse doktoresha Luleta e Teme, cila është specialiste e biokimisë klinike, mike e familja jonë, që kontribon çdo herë në dilema dhe shqetësimet e juaja, së fundmi është përmes Spinea Medical Center, është duke realizuar një pako që konsiderohet pako magjike, unë kështu i thamë, i ndihmon njerëzve që ta identifikojnë problemin që nuk po i lënë të dobësohen, problemin që po i shton peshë, problemin që ata shpesh ndihen të lodhur nga dietat ekstreme dhe nuk humbin peshë. Krejt këto me disa analiza që ajo rekomandon dhe kërkon. Normalisht që është individuale, varet prej organizmit, varet prej gjendjes, varet prej anamnezës, prej çdo gjë tjetër të pacientit, por ka gjëra të përgjithshme që mund të na përfshin që të gjithëve. Të tillë do ta trajtojmë edhe temën sot, duke përfshirë krejt masën atje që kanë të njëjtin shqetësim. Doktoresha Lulet normalisht ka nevojë me u konsultu privatisht me secilin, por informatat bazike do na jap sot edhe përmes familja jonë. Tashmë doktoreshën Lulet e kam në studio. Mirë se erdhe, doktoresh. Mirë se u gjeta, Saranda. Shumë kënaqësi me të pa studio. Gjithashtu kënaqësia ime. Unë e thash që shpesh problemi është aq i fshet, sa që na e akuzojmë veten që nuk po dim se si ta trajtojmë. Unë personalisht ndëgjoj shumë njerëz thonë kur gjabre nuk po ha, veç ujë po pi, gati çdo ditë jam të bëj fasting, e të tjera, po prapë nuk po humbi peshë. Do doja me nis bisedën me këtë thënje, me këtë shqetësim që muj me thonë që më shumë se 70% popullatës e identifikon. Okej, atëherë janë disa shkaktarë, por kur jemi te, do me thonë, po ha pak sasia ushqimit, patjetër që varet dhe cilësia ushqimit, sepse ne duhet të baza e ushqimeve tona duhet jetë proteinike. Duke qenë e fushës së biokimisë klinike që studion mekanizmat qelizor, studion ekuacionet qelizore, që të gjitha ato ekuacione përbëjnë metabolizmin, do me thënë termi metabolizm studiohet në biokimi, gjithë mekanizmat që ndodhin patjetër edhe në endokrinologji, por secili koleg do kërkoj rezultate për të vazhduar tutje në diagnostifikim ose trajtim ose ndjekje të pacientit. Kështu që duke qenë e fushës dhe duke u marrur çdo ditë me në me thënë kemi rutinë të miremi me teste metabolike një farë mënyre, atëherë janë disa shkaktarë. Kur jemi te sasia ose ha pak dhe po shtoj peshë, bëj fasting dhe po shtoj peshë. Por ndikon shumë, për shembull, sa ushqemi me proteine, sepse proteinet janë baza e organizmit tonë, do me thënë funksionet kryesore i kanë proteinet, qoftë në aspektin mbrojtës, do me thënë kur sulmohemi nga një agjens inflamator, agjens alergjik e tjerë. Proteinet janë ato antikorpet e organizmit tonë, pra ushtarët e organizmit tonë që luftojnë inflamacionin. Mandej, hormonet, shumica e hormoneve janë aminoacide polipeptidike, pra që kanë strukturë proteinike, që përbëjnë funksionin e organizmit tonë, hormonet, prandaj janë shumë të rëndësishme dhe çrregullimet hormonale, që do i sqarojmë më tutje, që lidhen me mbi peshën. Dhe pra cilësia, sasia, cilësia, koha e vaktit kur ne e konsumojmë, aktiviteti fizik, po ashtu, dhe hulumtimi i shkakut. Ka shumë rëndësi nëse ne ushqemi pas orës 17-18, atëherë është shumë vonë, nuk duhet të ushqemi. Sa është koha e fundit kur mund të ushqemi? Koha e fundit është 17-18. Bile edhe me ujra dhe lëngje, ujra, normalisht kur themi lëngje, sepse ato të gjitha kanë sheqer, ujë, qajra bimore, nuk duhet të ngarkojmë organizmin pas orës 19,
sepse ndikon pastaj në çrregullimet të gjumit, urinim të shpeshtë e tjerë, që po ashtu edhe gjumi cilësor luan një rol të rëndësishëm. Gjumi cilësor 7-8 orë gjumë, jeta e pasur me aktivitet fizik, hecje, sepse puna sot është jeta shumë dinamike, me stresën në punë, me angazhime, edhe duhet patjetër aktiviteti fizik dhe cilësia dhe sasia po ashtu e ushqimit, duke përzgjedhur gjithmonë makronutrienët, siç janë proteinët dhe të tjerat, por kryesisht ushqime proteinike. Dhe hulumtimi i shkaktarit patjetër nga pjesa e laboratorit. E theksove të pjesa hormoneve, m'la përshtypje shumë. Thua që hormonet din të jenë shpesh shkaktar, pavarësisht që mbajmë dieta, bëjmë aktivitet fizik, hormonet janë ato që nuk na lajnë me hupesh? Patjetër, për shembull, janë disa, sepse është një status hormonal ose gjithëpërfshirës. Janë hormonet femërore, janë hormonet mashkullore, pra estrogenet, androgenet, që zakonisht kemi çrregullimin të tipit të androgeneve, qoftë meshkujt, qoftë edhe të femrat, që lidhet me policistik ovarian sindrom ose sindroma ovarit policistik, që është një çrregullim metabolik dhe duhet përjetësisht të ketë kujdes të shtuar në mënyrën e të ushqyerit dhe ndryshim i stilit të jetesës, po ashtu dhe aktivitet fizik, sepse është një sindrom që identifikohet shpeshherë nga ginekologu, domethënë ato cistet ose policistet në vezore, po pastaj duhet kalohet te endokrinologu, të bëhet një status hormonal, të bëhet rezistenca e insulinës, të bëhen estrogenet, androgenet, etj. Dhe patjetër pastaj të kombinohet me dietën. Pastaj është gjëndra tiroide, hipofunksioni i gjëndrës tiroide, për shembull kur kemi një hormon tirostimulues ose hormoni kryesor i gjëndrës tiroide i lartë, t'ju referohemi praktikave, për shembull, tani kohëve të fundit kisha një rast një paciente me TSH 16, pra me hipotireoz, plus kishte edhe e shoqëruar me problem autoimun me një antitopo shumë të rritur, mbi 1000. Pra problemi tek zonja ka qenë kjo, një hipotireoz e patrajtuar nga identifikimi i shkaktarit, marrja e terapisë adekuate nga ana e endokrinologut, përpilimi i planit nutricional duke identifikuar shkaktarin, sepse këtu pastaj çon pesh edhe trakti gastrointestinal, plus kishte një helikobakter pozitiv, titër shumë i lartë, që ka probleme me tretjen, plus antitopoja ose Hashimoto ndikon në traktin gastrointestinal dhe duhet patjetër një dietë e planifikuar sipas shkakut. Pra, disa faktorë që për 6 vite zonja kujdesej shumë për ushqimin, bënte edhe aktivitet fizik, palestër, po mirë po nuk ishte humbur asnjë gram. Për një muaj ka arrit 6.5 ose 6.8 kilogram. Pasi keni identifikuar problemin. Pasi është identifikuar problemin nga ana laboratorike, plus mos të harrojmë kishte edhe një rezistencë në leptin shumë të lartë. Rezistencë në insulin nuk kishte, sepse kishte 0.9, pra që është tek normalja, por kishte rezistencë në leptin. Pra çrregullimet hormonale zën vend njëra nga më kryesorët, ose të themi paralelisht me rezistencën e insulinës. Rezistenca e insulinës, rezistenca e leptinës, çrregullimet e gjëndrës tiroide, qoftë tipit hipotireoza, funksioni mangët i gjëndrës për të sekretuar hormone, qoftë problemi Hashimoto ose autoimune, që ndërlidhet direkt edhe me konstipacionin, edhe me shumë probleme të tjera, edhe gastrointestinale pastaj. Pra nuk kemi një përthithje të mirë të zorëve, që edhe zora luan rol shumë voluminoz, pra trakti jonë digestiv, se si po ushqemi, si po marrim ne nutrienët për të pasur një jashtësitje çdo ditë, sepse ajo pastaj ndërlidhet, krijon toksina, konstipacioni, patjetër që ndërlidhet edhe me mbipeshën e tjerë. Pastaj janë çrregullimet e hormoneve të stresit, rritja e nivelit të kortizolit, pastaj çrregullimet e disa hormoneve të tjera, për shembull edhe ACTH-ja ose hormoni adrenokortikotrop. Pra është dhe që të gjitha këto pastaj lidhen edhe me, se kur kemi një kortizol të rritur në mënyrë absolute, shumica e nga hipofiza ose gjëndra trunit,
hormoni adrenokortikotrop ndikon dhe i thot gjëndrës mbi veshkore të sekretoj kortizolin. Pra këtu kemi një disbalans, pra nuk kemi një mekanizm të mirëfillt, por kemi një mekanizm patologjik. Dhe çka ndodh, këto ndikojnë në melatoninën. Melatonina sekretohet gjatë natës, që është hormoni i gjumit. Dhe kur kemi stres, patjetër që kemi, sepse edhe ajo sekretohet edhe prej trurit, por sekretohet edhe prej traktit gastrointestinal. Prandaj ushqimi dhe balanca është shumë e rëndësishme, sepse edhe trakti gastrointestinal, përveç të tjera, sepse pastaj është edhe mikrobioma e zorëve, e tjerë, është truri jonë i dyti. Pra ne jemi ata çfarë ham, por si të ham dhe jo vetëm si të dukemi, por si të ndjeni të shëndetshëm. Pra janë një morime shkaktar. I përmend disa prej ndryshimeve, konstipacionin, disa që një person normal mundet me e dallu ndryshimin e metabolizmit tij, e dëshirës për të konsumuar më ëmbël ose e dëshirës për të konsumuar më gjelbë ose çfarëdo qoftë. Çka janë disa shenja tjera, doktoresh Luljet, që se jo çdo njeri atje jashtë e ka të përfunduar në mjekësinë, jo çdo njeri atje jashtë e kupton mjekësinë, jo çdo njeri atje jashtë e din çka janë hormonet dhe ndryshimet të cilat po i përmendim. Një person që studion diçka tjetër për mjekësisë dhe s'ka të bëjë me mjekësinë, si duhet ta ndjejë ndryshimin në organizmin e vet dhe thotë, "Okej, unë po shkoj ta zëm te doktoresha Luljet me e identifiku problemin tem sepse e kam këtë ndryshim." Okej, atëherë miret një anamneze mirëfillt që nga pesha e lindjes, ka shumë rëndësi pesha e lindjes, do me thënë pesha e lindjes së personit, individit, por sepse jo më larg se dje kisha 2 raste, nën dhe birë, do me thënë që ishin me peshë rreth 5 kg të lindjes. Nëna që ka lind vetë, rreth 5 kg dhe djali që ishin të 2 obez, por djali ishte më obez, sepse ishte mosh teenager, me 135 kg, me ndryshime të thella në rezistencë në insulinë, rezistencë në leptin, çrregullime të yndyrnave, e tjerë, dhe probleme me gjëndrën tiroide patjetër. Pra ishte dhe një hipotireoz ose funksioni mangët i gjëndrës, që ngadalson metabolizmin. Tani, kur jemi tek shenja, do me thënë, ne marrim nga anamneza. Pra, miret një anamneze detajuar që nga pesha e lindjes është shumë e rëndësishme. Një peshe madhe e lindjes është risk për obezitet, risk për diabet, edhe për nënën, por edhe për fëmijën, ose adultin, se e quajmë fëmijëve që kur. Pastaj pesha e fëmiris, si ka qenë, do me thënë, në fëmiri, si ka qenë, a ka ndryshu pesh në pubertet dhe adoleshencë, tek femrat për shembull kur vjen cikli menstrual, që futen në fazën e pubertetit, zakonisht fillojnë të ndryshojnë pesh, mandej a ka pas cikël të rregullt menstrual, që këtu na lidhet me sindromën e ovarit policistik ose cisteve në vezore, policisteve në vezore, që kryesisht është çrregullim metabolik. Pastaj kur kalojmë tek shenjat, po ashtu edhe tek meshkujt, se janë shumë të rëndësishme, për shembull niveli i ulët i testosteronit tek meshkujt, niveli i ulët i vitaminës D. Vitamin D, okej, i ka mbet vitamin D, por ajo është hormon, funksionet i ka komplet hormonale. Sinteza e vitaminës D ose hormonit D është shumë e rëndësishme dhe lidhet me mbi 2000 gene në organizëm, lidhet edhe me infertilitetin, lidhet edhe me probleme kardiovaskulare, lidhet edhe me anksiozitetin, lidhet edhe me mbi peshën. Do me thënë, ka shumë si të them, efekte anësore një hipovitaminos D. Prandaj duhet të mbahet në nivele konstante ose normale tek të gjithë, edhe tek fëmijët, edhe tek adultët e tjerë. Kështu që janë një mori, pastaj në anamneze sipër pyetjet janë edhe zakonisht personat me mbi pesh kanë uri emocionale të shtuar, po ashtu kanë neps të pa kontrolluar për gjëra të ëmbla. Çka nënkupton? Kjo nënkupton që vërtet ka probleme dhe duhet hulumtuar, sepse kemi çrregullim të metabolizmit, kemi ngadalësim të metabolizmit, kemi rezistencë të lartë të insulinës, që është hormoni kryesor që fut glukozën në qeliza dhe hormoni që ndikon në tretjen e ushqimit. Prandaj unë këtu do e lidhja edhe një fakt, se për shembull, gjithmonë i referohem praktikës, pacientët thonë unë pi ujë shumë, edhe pirja e ujët është shumë e rëndësishme. Është një prej shenjave shqetësuese. Njëra prej shenjave. Po, mos pirja ujët është shumë e keqe. Thot, pi ujë shumë me ushqim,
Jo, po aty është gabimi. Ne nuk duhet të konsumojmë ujë me ushqim dhe para ushqimit, do me thënë të stopojmë ujin dhe po ashtu edhe një 20 minuta pas ushqimit, sidomos uji i frigoriferit verës, nuk e hjek vapën uji i frigoriferit, vapën e hjek uji i ambientit, sepse uji i frigoriferit në rritë rezistencën e leptinës, falni të insulinës. Pra, ne duhet dhe kur rritet rezistenca e insulinës, nëse veç është e rritur, rritet edhe më shumë, atëherë kemi keq funksion, nuk kemi tretje të mirëfillt. Plus, ushqimi me karbohidrate, do me thënë, disbalancimi që, unë nuk ha, çka han pyetja Alin? Tav me orez, tav me patate, me buk, me doppio karbohidrate, do me thonë. Edhe këto janë ato që baza duhet jetë proteini, patjetër, e shoqëruar edhe me perimet, frutat e tjerë, po të frutat duhet me kujdes kur kemi rezistencat larta të insulinës, kur kemi kryesisht nivel të lartë të insulinës dhe nivel të lartë të glicemis, pra duhet pasur kujdes, duhet konsumohen me kujdes. Edhe njëherë të kjo pjesa ujit që ta kënë të qarë shikus, kur fillojnë të konsumojnë ushqim, nuk duhet pinë ujë në fillim të shujtës, as gjatë shujtës, apo? Jo, gjatë, do me thënë, para ushqimit, ndërpritet pirja ujit, gjatë ushqimit, ndërpritet pirja ujit, dhe pas ushqimit që të lëm organizmin të bëj punën e vetë, të lëm pankreasin, të sekretoj insulinën, që të kry funksionet e veta që veç i cekëm ma herët, pastaj të sekretohen enzimet digestive, ose enzimet që ndihmojnë në tretjen e ushqimit, dhe po ashtu edhe stomakun, sepse edhe stomaku se lukti ka enzimet digestive ose enzime që sekreton enzime që ndihmojnë në tretjen e ushqimit. Dhe po ashtu të mos prishim pH-in e stomakut, që është kryesorja pastaj që ndikon në tretje. Dhe aq më keq kur pacienti ka helikobakter pozitiv dhe kemi ose ka tip gastriti e tjerë që lidhet me hiperaciditet ose aciditet të shtuar, që dikun të 70-80% që edhe helikobakteri është pozitiv dhe është njëra nga shkaktarët e keq tretje në organizëm, prishja e balancit, do me thënë pH-it të stomakut që lunë rol shumë të madh, se pastaj kalon në marrje të inhibitorve e të pompës protonike, do me thënë omeprazolit, pantoprazolit e tjerë, kështu që edhe vizita me gastroenterologun, mjekun e familjes e tjerë që trajtohet helikobakteri, sepse pastaj fillon rregullimi i tretjes, po ashtu kanë gastra të shtuara, pastaj konstipacion këto raste, do me thënë nuk është i reguluar dalja jashtë nevoja e madhe ose defekimi, që duhet minimalja çdo ditë të ketë defekim për të pasur zorë të pastërta dhe përthithje, mirë përthithje nga trakti digestiv ose zorët të vitamineve, oligomineraleve dhe gjithë nutrientëve tjera. Doktoresh, unë e gjithë tjetën e pas në bëgë gabim, unë e gjithmonë pi ujë shumë gjatë kohës kur konsumoj shujtjen e ushqimit, dhe kjo çfarë shenje mund të mirët, çfarë problemi hormonal unë mund të kem? Jo, është edhe shprehi. A është shprehi? Është edhe shprehi, sepse ne... Unë pa tjetër tash kam marrë me e testu, me gjetë identifikë. Etje nuk ndjeni, nuk besoj që kur konsumon... Me kam si qike më duke se nuk shkon bukat e poshtë, nëse nuk pi ujë vazhdimisht gjatë kohës sa bukë. Patjetër ne do kemi pjatën me perime, me gjellë, në tavolinë, pra do kemi dhe ushqimet lëngshme. Kështu që, më ma mërmendja që nuk duhet të konsumojmë ujë për shkak se kjo është më tepër shprehi gjatë ushqimit, por uji duhet konsumuar gjatë kohës tjetër të ditës, pra kur nuk konsumojmë ushqim. Shumë interesant si informacion dhe shumë i mirë. Është një tjetër problem, doktoresh, që njerë gjenë metodat ndryshme për të humbur peshë, marrin dieta nga me ndryshme, pa i gjetë edhe problemet madje. Po, me njëherë, kthejnë peshën. Ku është problemi? Ku qëndron problemi? Atëherë, ku nuk gjendet shkaktari, do me thënë, gjithmonë duhet trajtuar shkaktari dhe jo pasoja. Dhe, kjo është mision, puna e edukimit, do me thënë dhe disciplinimit, po ashtu edhe individi që dëshiron të ketë peshë stabile, sepse para është e mirë për shëndetin tonë, për mirë funksionin e organizmit. Pastaj edhe të dukemi bukur. Heqja e toksinave, sepse në çdo obezitet në mbi peshë kemi toksina, ne duhet t'i heqim ato toksina.
problemi, se ku është problemi? Problemi, do me thënë, duhet të identifikohet shkaktari, që i cika ato shkaktarë kryesor, po, dhe nga një anamnez, nga ana klinike një anamneze mirëfillt, pra bashkëbisedimi me pacientin, marrja që nga pesha e lindjes dhe deri në, sepse e lam përgjysëm puberteti patjetër, adoleshenca, tek femrat për shembull shpesh herë ndodh që nuk ka pas ka lind me peshë normale, nuk ka pas mbi peshë as në pubertet, as adoleshencë, as po mirë, po në shtatzani. Fitimi i peshës së tepërt në shtatzani, për shembull 15-20 kg ose edhe më tepër, kam raste dhe mbetja pastaj edhe gjatë leonis, mos kujdesi duke u mbi ushqyer, duke mos marrë gjërat kryesore që i duhen një nëne leon dhe gjithënse mbi të tjerat, atëherë ndikon në shtimin e peshës ose zënja e një shtatzanie të tjetër me peshën e shtatzanisë së parë ose leonisë së parë. Dhe pastaj një rezistencë për rënje në peshë, merr dieta drastike, do me thënë që nuk janë të mirë balancuara, pa u konsultuar me mjekun, nutricionistin e tjerë, por merr nga interneti, nga ku di unë, dhe pa u gjetur shkaktari. Kështu që gjetja e shkaktarit edhe pastaj identifikimi nga ana laboratorit dhe përgatitja e planit nutricional. Nuk është ndonjë, si të them, është thjesht kujdes dhe disiplinë ndaj organizmit dhe ndryshim i stilit të jetesës. Jo humba peshë ose për shembull kam pacienta edhe nga Ozempiku ose semaglutidi, se ka edhe Manjaro edhe të tjera preparate, nuk humb peshë me Ozempikun, humb masë muskulare më tepër, sepse në momentin që ndërpritet semaglutidi, në mënyrë absolute do rikthehet ajo peshë. Pra, nuk humbet indhjamor, por humbet masë muskulare. Ka lodhje, ka efekte ansore, dihen ma janë të publikume efektet ansore të, me thënë, jo të gjendet një formë shumë e lehtë, por një formë që duhet të disiplinohemi, të mos ushqehemi dëmshëm, që t'i bëjmë dëm organizmit ton, ose pas gastric sleeve, ose interventeve në stomak, të me thënë pas 2-3 viteve, pesha bëhet ndoshta dyfishi asaj që ka qenë. Pra, gjithçka është lidhet me edukimin ton, me disiplinën ton, identifikimin e shkaktarit dhe mbajtjen, ndryshimin e stilit të jetesës. Dhe kjo është gabimi më i madh që njerëzit e bëjnë kur vendosin me odopsu, kur marrin teori të pavërtetune, pa shkencë, pa konsult mjekësore. Absolutisht, sepse çdo mjek në fushën e tij, çdo koleg është edhe nutricionist. Nuk ka asnjë koleg, qoftë kardiolog, qoftë internist i çdo fushë, që nuk thot në fund të raportit dieta edhe higjiena edhe aktiviteti fizik. Pra, secili mjek jep konsulten nutricionale për pacientin, sepse çdo patologji kërkon ushqim cilësor, edhe sasior, edhe aktivitet fizik, edhe higjien. Pra, janë komponenta që mirët çdo koleg në çdo fush kudo që ndodhet. Kështu që konsulenca me mjekun është patjetër që duhet, por edhe me nutricionistin, por e para identifikimi i shkaktarit. Ajo që hasim çdo ditë ose që hasi është sindroma metabolike, mosha të reja me sindrom metabolike. Ta shpjegojmë si duket një sindrom metabolike. Ose çfarë simptoma ka sindroma metabolike? Është në pamje të parë depozitimi ose indhjamor në pjesën e barkut, abdomenit. Ajo që duket vizualisht, do me thënë depozitim i indhjamor bark i madh, është prezent të dy gjinit, edhe të meshkujt, edhe të femrat, prind meshkujt, pak më tepër, por edhe femrat pas një periudhe të jetës mbi 30-35 e tutje, megjithëse tani nuk ka përjashtime, ka edhe mosha shumë të reja, nga kequshqyrja, nga fast foodet, ushqimet e procesuara, prej nga puberteti, e kështu që duket ajo, do me thënë, barku i madh, gjithë indhjamor, vetëm fryrje, është pjesë dhjamore, është sasi dhjamore. Mandej ka lodhje, një sindrom metabolike ndjet i lodhur, pavarësisht që bën gjumë cilësor, zgjohet i lodhur,
ndihet i lodhur gjatë ditës, sepse dominojnë karbohidratet në menyn e tij ushqimore. Mandej jeta varfër me aktivitet fizik, normalisht që ndikon shumë në sindromen metabolike, sepse çdo sindrom metabolike është prediabet ose diabet. I mirëfillt, kur veç futet bëhet check-upi laboratorik, atëherë identifikohet që është prediabet ose veç është diabet dhe duhet të miret. Qoftë edhe me prediabet duhet miret mjeku endokrinolog specialisti me rastin. Mandej, përveç lodhjes, nga ana laboratorike kemi rezistencë të insulinës, mandej kemi yndyrna të rritura në një sindrom të metabolike. Rezistenca e insulinës patjetër ajo kalkulohet ndërmjet matjes së nivelit të insulinës dhe nivelit të glicemisë, që këto alterojnë me raste kemi glicemi të rritur dhe insulin në kufi ose normale, me raste kemi insulin të rritur dhe glicemi ose glukoz normale, por cila do prej këtyre na e rrit rezistencën e insulinës dhe kemi pastaj ato problemet e tjera, pra që veç e thash për diabeti, problemet kardiovaskulare, e tjere e tjere. Doktoresh, se ka gra e burra që jashtë që përna ndëgjojnë me vëmendje dhe që e kanë pyetjen kryesore, qka unë po vi sot, po të tregoj ty që kam provu krejt metoda, s'kam pas sukses me u dopsu, qka më kërkon ti, se kanë marrë pak edhe frik prej analizave të tepër, qka i kërkohet, për shembull, unë po e zë vetë personalisht, po vi në Pinea dhe po thëmë, du me i largu 5 kg, 7 kg, këtë dion. Qka më kërkon ti fillimisht mu? E kjo është individuale, Sara, prandaj do me thënë plani i personalizuar bazohet, do me thënë në gjetjet anamnestike, pra bashkëbisedimi me pacientin, shenjat, body mass indeksi, masa e indeksi trupor, mandej perimetri abdomenit, perimetri i belit, sa kilogram peshon, gjatësia, se nga gjatësia, kilogramët edhe mosha, përcaktohet indeksi i masës trupore, edhe pastaj të shenjat e tjera. Thash që nga pesha e lindjes është një anamnez e gjerë që duhet të marrim gjithë shenjat klinike dhe bazuar në shenjat pastaj të caktohet check-upi. Po, zakonisht, do me thënë është prin, rezistenca insulinës, niveli lartë i leptinës ose hormoni ngopjes dhe që kalon në rezistencë pastaj të leptinës, pastaj gjëndra tiroide, çrregullimet e gjëndrës tiroide, pra një profil i gjëndrës tiroide, një pasqyrë gjaku patjetër për të pa ose për të përjashtuar anemit, paraprakisht para se të miremi pastaj me planin nutricional, edhe hormonet e stresit, helikobakteri ose problemet gastrointestinale kur pacientët kanë edhe problematika të tilla. Kështu që këto janë parafërsisht glicemia insulinave që thamë që është rezistenca e insulinës, shpesher edhe tremujorshi ose hemoglobina glukolizuar, tremujorshi sheqerit që quhet në popull, lipidogrami ose profili lipidik për të parë nivelin e kolesterolit, kolesterolit të keq dhe të mirë që njihet me gjuhën e popullit, triglicerideve, pra këto janë afërsisht testet që bëhen dhe nga rezultatet, gjetjet laboratorike dhe anamneza, pra pjesa klinike, bashkëbisedimi me pacientin orientohet pastaj në planin nutricional. Çdo herë, çdo pacient me çrregullime hormonale do miret, po edhe çrregullime të tjera të tipit gastroenterologjike ose edhe të tjera, do miret mendimi edhe i endokrinologut, kolegëve përkatës, edhe i gastroenterologut, andrologut e tjerë, sepse janë goxha të shpeshta sindromat e ovarit policistik, që patjetër duhet ndërhyrja endokrinologut, mendimi endokrinologut, ose pacientët që kanë smundje kronike, për shembull, që janë me hipertensione, që janë me smundje kardiovaskulare. Kam një rast, një Marfan sindrom, që është një rast shumë kompleks, me shumë diagnozat të tilla, me 2-3 diagnozat të tjera, më falni, po ashtu me multiterapi, pra terapi komplekse të menaxhuar nga disa specialitetet të tjera, dhe po shkon shumë mirë, por nuk është e thjeshtë. Besoni tek rastet me patologji, sepse duhet edhe mendimi i kolegëve të tjerë, që mos të përkeqësohet të pacienti, sepse ne jemi për pacientin dhe kjo është, si ta quaj, është mision, që kolegë të tjerë aty bile më thoshin
mos u merë së është rasti komplikum. Po e ke pa Saranda kur don që të arish, unë isha shumë e përkushtuar që të vazhdoja. A po hec mirë zonja raste? shumë mirë po hec, ajo s'ka pas mundësi as të hecte nga mbi pesha, tash ka edhe aktivitetin fizik, do me thënë hec, ndihet shumë mirë, ka ranë pesh, do me thënë ka ra sigurisht shumë mirë për muajin e parë, dytin, kështu që kanë fillu parametrat të stabilizohen, edhe është, edhin qysh, është sfidë shumë e madhe, është përgjegjësi shumë e madhe, por pastaj satisfaksioni aq i madh besoni është kur pacientin e shef që ai është i lumtur me veten e vet, ose çrregullimet, kam shumë çrregullime të gjumit, ose insomnit, ankthi që prin në obezitet ose mbi peshë, sepse shkakton çrregullime hormonale dhe këtu pastaj duhet mirë edhe mendimi i psikologut, duhet mirë edhe mendimi i psikiatrit tek rastet që për shembull kanë shumë stres në punë, shumë stres në jetë, në probleme familjare, financiare, tjerë sociale, pra kemi, nuk është e thjeshtë edhe jeta në vendin tonë, një jetë super dinamike dhe kështu që ndikojnë shumë të gjitha, pra është një punë ekipore, por satisfaksionin e marrë nga pacienti. Absolutisht, se do më ndryshimet e tyre kur ka humbur pesh për shembull për një javë ose 10 ditë, ajo nuk është humbje peshe, sepse pse marrë satisfaksionin, sepse pacienti po edukohet dhe disciplinohet. Edhe kur thotë që doktoreshja mu shqy gabim të rjetën, me thënë është nuk e di, shpesher unë qaj me emocionet pozitive të pacientve, se ne që jemi mjek, pa tjetër jemi edhe natyra emotive, edhe kemi po, dhe prekemi shumë, absolutisht që prekemi, kur jemi me pacient, nuk shofim asiloj gjëje, ne shofim pacientin, kështu që prekemi shumë nga ajo, por edhe të vjen shpesher, mu ndodh me përqafu pacienten ose pacientin, sepse ka ardhë me një pesh për shembull 135 ose 138 kg me një tension shumë të lartë për moshën, moshë e re, shumë e re, 190, dhe me gjetjet dhe bashkërisht me kolegun endokrinolog, do me thënë ka arrit që për një muaj e pak të humbas 16 kg. Dhe të stabilizohet tensioni pa asnjë lloj terapie ka ardhur në tension normal. Dhe parametrat e tjerë pastaj që i ka pas. Do me thënë, është një edukim, një disciplinim dhe pavarësisht lodhjes edhe hiperangazhimit, do me thënë ndjehesh mirë. Sepse lumturohemi me të ndjerit mirë dhe të qenit mirë të pacientit. Cilat janë 3 gjetjet më të shpeshta gjatë të rasteve sa po e bën këtë pako individuale të dobësimit, që ta theksoj edhe njëherë se mos po haroj, pako është individuale. Nëse unë kam punu analiza, e kam bërë një pako të dobësimit, ajo vlen vetëm për mu jo dhe për motrën time, ose për vllaun tim, ose për naren tim, sepse organizmi ndallon, problematika ndallon, gjetjet ndallojnë. Cilat janë 3-4 gjetjet më të shpeshta të problemeve hormonale, ose që po i stopojnë njerëz me humb peshë? Çrregullimet e gjendrës tiroide, çrregullimet e androgeneve dhe estrogeneve, vezorja policistike, rezistenca e lartë e insulinës, rezistenca e leptinës, ose rritja e nivelit leptinës, kur kemi leptin të rritur, kemi edhe rezistencë të leptinës, çrregullimet e hormoneve të stresit, pra këto janë, edhe çrregullimet e traktit gastrointestinal, mos t'i harrojmë sepse luajnë rol të rëndësishëm. Ajo që ka ndoshta shpesh e bëjmë gabim, pavarësisht që jemi të vetëdijsuar doktoresh, është edhe ose abuzimi me vitamina, ose mungesa e përdorimit të vitaminave, qofshin suplemente, qofshin nga ushqimet. Ndikojnë mungesa vitaminave, që përmend edhe më herët vetë vitaminën D, për shembull, ose B12, hekuri. Ndikojnë këto me qenë arsyeja kryesore që na nuk po dobësohemi? Ndikojnë, për shembull, marrim omega 3-shin ose marrim frutat e detit. Do me thënë, ne si vend nuk kemi bregdet, nuk i kemi të freskëta, nuk i kemi të egra, do me thënë të marrura direkt nga deti. Kështu që nuk ushqehemi sa duhet me peshkun edhe me frutat e tjera të detit. Dhe kur nuk ushqehemi, atëherë dihet që omega 3 mirret kryesisht prej frutave të detit. Ka edhe disa ushqime tjera, po kryesisht bazën e ka te frutat e detit.
atëherë duhet marrim si suplement omega-3-shin. Pa tjetër që duhet marrim. Kur nuk marrim vitaminën D me ushqime dhe nuk ekspozohemi sa duhet në diell, ne pa tjetër që duhet të marrim vitamin D, ose hormon, sepse kjo është hormon. Pra, ka deficienca magneziumit gjithashtu, deficienca zinkut gjithashtu, janë, si të them, çdo pacient më vjen me nivelet e magneziumit gati thuajse në kufi, sepse ndërlidhet shumë me hipovitaminozën D. Më thënë, nëse marrim si mekanizëm, ndërlidhet shumë me hipovitaminozën D. Dhe patjetër që do japim dhe suplemente, por në mënyrë të kufizuar dhe sipas nevojës. Të organizmit. Duke i plotësuar gjithmonë kur nuk miren me pjesën nutricionale, atëherë do shtojmë edhe me suplemente. E kam një rubrik në çdo fund të intervistave me mjek, i marr mendimet e njerëzve që i konsiderojnë mite ose që kanë dyshime nëse janë mite apo të vërteta, edhe ja dha mundësinë me na dërgu si pyetje. I kam do 4-5 sopa prej tyre që më kanë dukë më interesant, edhe te kjo pjesa mit apo e vërtet, për shembull, një prej shikuesve tonë ka thënë nëse nuk ka darkë, adopsohem më shpejt. Mit apo e vërtet? Varet se si je ushqyer gjatë ditës, çka ke konsumuar, edhe sasia dhe cilësia. Nëse ke, do me thënë, ke abuzu me brumra, me karbohidrate tepërta e tjerë, jo. Do me thënë, kjo nuk është e vërtet. Varet nga ajo çka ke konsumuar. Një tjetër pyetje, mit apo e vërtet, është frutat mund të hahen pa kufi sepse janë të shëndetshme. Jo. Nuk duhet, është mit edhe frutat... Për shembull, tash në sezonin e shalqinit, doktoresh, jam gjendje gjithë shalqini vetë me hongë. E di që është mesazh i gabueshëm, po është aq i shishëm, oj doktoresh. Po, është i shishëm, patjetër që duhet të ngrënë, por jo shumë. Jo shumë. 4-5 riska. 4-5 riska, tash nuk e di çka që në riska, është ajo riska është e madhe, a riska vogël. Vogla, por jo vonë natën. Ose një grësht rosh, ose një dardh. Po, një dardh. Kjo mjafton? Po, mjafton. Kjo mjafton. Të më thonë është mit, mos gaboni me hongër edhe nëse janë shëndetshme me teprusasin. Po, me mbidozime, me teprusasin. Po, mbidozë. Se gjithçka që është mbidozë është toksin pastaj për organizmin tonë. Edhe uji madje. Po, është helm. E treta, mit apo e vërtet, metabolizmi ngadalshëm është gjithmonë fajtor për mbi peshën. Këto e sqarova shumë mirë dhe më herët. E sqaruam, do me thënë, kështu që unë thash, kam pas rast me, edhe pse, edhe gjëndra tiroide ndikon në metabolizëm, patjetër ngadalson kur kemi çrregullime të hipofunksionit të gjëndrës. Me 16 TSH, kështu që jo çdo herë, do me thënë edhe metabolizmi ngadalshëm, nëse ne e hulumtojmë, atëherë kemi gjithçka gjenetike, por për mua gjenetika është edhe ambientimi, edhe stili jetesës. Marrim shembull, bretkоца e lumit edhe e barit ka ngjyrë të gjelbërt, bretkоца e malit ka ngjyrë kafe. Po nëse i shkëmbejmë, i ndrojmë edhe fillon adaptimi, pasardhësi i asaj bretkocës që ishte ngjyrë kafe dhe u shqy këtu, do del mulat edhe pastaj i përzier ose do anoj ka jeshilja ose e gjelbërta. Pra, ne jemi gjenet tona, na identifikojnë, por mirë po ne duhet të adaptohemi edhe duhet të mos abuzojmë, sepse nëse kemi gene për obezitet mbi peshë, për diabet, për smundje kardiovaskulare, për shumë smundje tjera, krejt varet se si ne i qasim i vitës tonë dhe organizmi tonë, pra se si ushqehemi. Dhe a jemi koshient ose të vetëdijshëm se ne kemi një predispozit gjenetike, pra e kemi një risk të lartë, po mirë, po kur e kemi një risk të lartë, çka duhet të bëjmë? Duhet të parandalojmë. Kush është parandalimi? Mos të abuzojmë me ushqimet, të kemi jetë të pasur me aktivitet fizik, hecje, sa më shumë hecje në natyrë, në gjelbrim, edhe të pijet ujë normalisht, në sasinë rekomanduar sipas duhur, masës trupore. jo të teprohet, por edhe jo të jetë mangu, dhe të ushqemi, siç edhe Ceka gjithkohën, bazën me proteine, edhe pastaj edhe perime,
fruta pa tjetër. Në sasi të kufizuara. Por me sasi të kufizuara. Po, doktorish, para se me kalu të tjetra meta, po e vërtet, kjo pjesa metabolizmit do është ta me shtu një nën pyetje, që ka shumë rasën, po besoj edhe pacient tonë, kam dëgjuar edhe nga njerëz që qëndrojnë gjithë ditën, ku e dim që fibrat janë të nevojshme për ata që kanë metabolizëm ngadalë. Edhe thonë që unë ha dardha, ha kumbulla, pi arshap të kumllave, përdori produkte që kanë fibra të shumta, po prapë metabolizmin e kam shumë ngadalshëm. Kush problemi tek këta njerëz? Atëherë, prandaj duhet një anamnezë mirë fillt, sepse konstipacioni ose obstipacioni ose mos defekimi i rregullt është problem gastrointestinal, patjetër shpeshherë dini me qenë ndërlidhur me keq ushqyerjen, do të thënë nuk përdoren perimet, nuk përdoren frutat, nuk përdoren gjellërat, sallatat e tjerë, por din me qenë edhe problem gastroenterologjik që duhet të ullumtoj gastroenterologu, por din me qenë edhe si pasojë e hipotireozës, Hashimoto's e tjerë smundjeve që veç i përmendëm. Kështu që mirë është të identifikohet së pari. Po, absolutisht, është individual. Pastaj, do të thënë, është shumë më e thjeshtë përgatitja këshillimi kur ne e dim shkaktarin. Po, një tjetër pyetje te meta, po e vërtet thotë, nëse analizat hormonale janë normale, atëherë hormonet nuk ndikojnë fare në peshë, a është e vërtet? Tash varet çka kemi testuar, sepse është një status i tjerë hormonal. Nuk besoj që janë bërë të gjitha dhe nuk besoj që është hullumtuar deri në detajet e fundit, sepse gjetjet janë edhe çrregullimet hormonale. Kur përmendim gjandrën tiroide, do me thënë patjetër që është hormone. Kur përmendim kortizolin edhe gjandrën biveshkore, patjetër që është hormone. Kur përmendim hipofizën dhe hormonin adrenokortikotrop, e plot hormone të tjera, patjetër që është hormone. Kur përmendim rezistencën e insulinës dhe pankreasin, patjetër që kemi insulina është hormon. Pra, lidhet shumë me çrregullimet hormonale, por gjithmonë duke u bazuar në të dhënat anamnestike, se 70% i orientimit diagnostik është anamneza e mirë fillt. Dhe pastaj 30% që i vëvulën, do me thënë, janë ekzaminimet laboratorike, imazherike, kur ka nevojë plotësuese dhe konsulenca me kolegët e tjerë. Sipas kësaj që diskutuam, rekomandimi kryesor i kësaj bisede mbetet që kur dikush merr hapin për të dobësuar, për të rikthyer peshën e vet, për të rikthyer atë se që dëshironte trupi i tij apo i saj, fillimisht duhet të identifikoj problemin e peshës, e mbi peshës, ose aty në kilogramëve të tepër që ndoshta nuk është mbi peshë, po janë të tepërt për të, ose pas shtatzanisë ose ku ta diun. Në këtë rast, secili fillimisht duhet me hulumtu pse ka ata kilogram, si është problemi kryesor, dhe pastaj të i futet dietave, planit ushqimor, medikamenteve të nevojshme në raste të nevojshme, edhe aktivitetit fizik. Patjetër. Do me thënë, kjo është hapi, do me thënë duhet hapat konsulenca, marrja e identifikimi i shkaktarëve nga ana klinike, gjatë bisedës me pacientin, edhe pastaj testimi laboratorik për të identifikuar shkakun, edhe pastaj këshillimi për planin nutricional. Dhe disiplina dhe vendosmëria për të ndryshuar stilin e jetesës. Mbi të gjitha. Pastaj është një ajo që fenomeni në vendin ton, që prindërit kërkojnë t'ju ndalojnë fëmijëve ushqimet e dëmshme, ndërsa vet i konsumojnë qoftë pijet e gazuara, qoftë mos e piset të shëndosh, po kur ta shef fëmiu ajo është fëmijë. Duhet të, nga një mikesha ime, Diola, edukimi i frigoriferit, e përshëndes edhe unë shumë, edukimi i frigoriferit është shumë e vërtet. Do me thënë, duhet të edukojmë, frigoriferi është truri jonë, kur dalim për me ble ushqimet, atëherë të orientohemi të gjërat e shëndetshme, jo të gjërat e pashëndetshme. Sepse me tru shkon dhe ushqimi, pra duhet ndaluar goja, por duhet ndaluar në mënyrë të shëndetshme, me mendjen, goja, mendja, shpirti, e tjere. Edhe fiziku, pastaj është problem. Patjetër. Doktorish, për krejt ata që e kanë dëgjuar me vëmendje biseden, edhe unë po besoj që ka shumë të interesuar të provojnë dhe të gjejnë problemin e tyre, sepse na shpesh kemi raste kur humbin peshë
në mënyra të ndryshme, pas 5 mujve, 6 mujve, një viti e rikthejnë, madje e përmen edhe ata të cilët kanë bërë intervenime kirurgjike për zvoglimin e luktit dhe pas 2-3 vjetëve kanë kthy peshë dhe na njohim raste të tilla, por një humbje peshe e shëndetshme, pa humbur vitamina, duke ruajtur shëndetin, duke ruajtur energjinë, duke ruajtur komplet shëndetin edhe të anës psikologjike edhe fizike. Kjo ndodh vetëm nëse identifikojmë problemin. Në rastet të tilla është individual, mund të vinë në pineja, bëhet një konsult fillimisht. Patjetër, po, bëhet një konsult me mua. Jo çdo kujt i bëhen njëjtë analizat me një fjalë. Mu më lypet diçka tjetër, djalit diçka tjetër. Nga shenjat që na jep bashkëbisedimi. Dhe nga ajo çka konsumon, nga vështirësia e jetës. Edhe po, mënyra e të ushqyerit, domethënë, ndikon shumë sepse është njëra nga pyetjet në anamnezë, stili i jetesës, mënyra e të ushqyerit, çfarë diete ushqimore përdor, që prindin e karbohidratet edhe brumrat edhe fatkeqësisht. E tash këtu do ndërlidhja, domethënë që ajo shtimin pesh pas do me thënë ke humb peshë dhe rikthimi i peshës. Është rreziku më i madh. Kam rikthy, atëherë nuk je vedisuar, nuk je disiplinuar. Mund të konsumosh për shembull, edhe mund ndonjëherë më ndodh që një pjesë të vogël pite ose byrek ose kudi unë ta konsumoj, por pas ngopjes me mishin, me perimet, me shujtën bazike që i duhet organizmit. Dhe kur jam ngopur, pastaj nuk, ndërsa kur jemi të uritur dhe hedhemi të brumrat edhe karbohidratet, normalisht karbohidratet komplekse i duhen organizmit ton për energji, për sasi të pakta dhe të dim t'i marim integrale, t'i dim t'i përzedhim. Pra, nuk është disiplinuar, nuk është vedisuar një person i cili nga humbja e peshës ka shtuar prap peshë, sepse ju ka rikthy prap flis, prap brumit, prap karbohidrateve, do me thënë duke mos korrigjuar as cilësin dhe as sasin e ushqimit. Ka shmang aktivitetin fizik. Do me thënë, është, si të them, është mision edhe vetë klienti, pacienti, po edhe mision edhe i vetë mjekut. Sepse për 3 muaj parafërsisht humbet peshën, po mirë, po... Për një muaj mund të rikthesh. Po, jo për një muaj, për 2 javë mund është me rikthy. E kështu që ne duhet kemi shumë kujdes se si ushqehemi. Çka ushqehemi, si ushqehemi, kur konsumojmë vaktet, dhe edhe fasting për shembull kur bën ose agjerim të kohë pas kohëshëm, ose intermittent fasting, patjetër që duhet provokuar, jo çdo herë i njëjti orar, 16:08 ose 18:24 e tjerë, duhet edhe provokuar, për shembull një ditë në muaj të ndryshojmë, të marrim disa ushqime që nuk e kemi marrë më herët, sepse pastaj kur fillon atë fasting tjetër do kesh ndryshime, se krijon rezistencë, ndonjëherë nuk bjen në peshë. Për shembull kur femrat premenstrual ose edhe mosha pastaj ndikon menopauza e tjerë. Kështu që patjetër që duhet ndryshime. Po, kjo është sikur një i burgosur kur del nga burgu dhe i bën njëjtin gabim dhe rikthehet prapë. Do të thonë është i njëjti me ka ti eduksuar, ke bërë kreta sakrificë dhe prapë e kthy te karbohidratet. Po, nëse nuk e ndjejmë vetën që ne kur ushqehemi keq marrim, do të thonë ushqime të këqija, të dëmshme, jemi në një plan ose ja kemi vu vetës qëllim që ne do mirëmbajmë këto peshë ose do humbim. Nëse nuk ndjehemi sikur kemi bërë krim, atëherë nuk je i vedisuar dhe prapë do rikthesh peshën. Për fund, shumë shkurt, a ju shkruan, a ju rekomandon çka me konsumu pas analizave, pas konsultës, pas çdo gjëje, ti orienton çka është ushqimi nutricional. Rastet që i kam edhe më të vështira, unë marr konsulencë edhe te mikeshat e mia nutricioniste, por absolutisht në nutricionin e kemi aty se biokimia e ka nutricionin, i ka gjithë mekanizmat fizpatologjik edhe gjithë ekuacionet celizore që ato përbëjnë metabolizmin, madje i punojmë edhe në laborator, të gjitha në mënyrë laboratorike, kështu që prafërsisht ne e dim shumë mirë rolet e proteinave, edhe pastaj sintezën e proteinave, që janë baza kryesore e organizmit, se si vjen deri te
funksioni i proteinave dhe sekuencat e proteinave nga aminoacidet e tjerë, kështu që i njohim goxha mirë këtë pjesë nga fusha që e kemi. Dhe këtë e ke dësuar fillimisht me veten, që ke humbur peshë dhe je kaq në vi, dhe pastaj po e bën edhe me pacientët. Unë falenderoj shumë që ishe doktoresh Julieta. Faleminderit shumë. Edhe unë përshpresoj që kretë ata pacient që kanë me ndëgju këtë bisedë, me praktiku këto, edhe me arrit qëllimin me u dobësu. E thash doktoresha fillimisht e ka dobësu veten, pastaj shembullin konkret. Në fakt nuk kam pas asnjë rezistencë të insulinës, sepse nuk jam keq ushqyer, por stresi, hiperangazhimi, koha, domethënë e mos ngrënies së kafeve të ushqimit në kohën e caktuar, kot bën fasting 24 orë nëse ushqemi pas orës 8. E kështu që një ndryshim i vogël edhe pastaj jemi në rregull. Faleminderit shumë doktoresh Julieta. Faleminderit juve, kënaqësi. Dashur miq, kemi biseduar me doktoreshën Julieta Etemi, të cilën e gjeni në Pinea Medical Center, përndryshe në faqet e saj në Facebook dhe në Instagram, doktoresha Julieta Etemi. Keni edhe më shumë informacione për planet edhe për të gjitha pakot individuale të humbjes së peshës. Secili prej neve kemi nevoja të ndryshme, probleme të ndryshme, ndryshime të ndryshme në organizmin ton, e ato ndryshime dhe ato probleme na vështirësojnë procesin e të humburit peshë. Shpesh këto probleme munden me qenë të vogla, po na shkaktojnë probleme të mëdha. Kështu që një kontakt me doktoreshën Luljet, cilën e gjeni thash edhe në rrjetet e saj sociale dhe numrin e telefonit dhe kohën e orarin e punës e çdo gjë tjetër, një kontakt, një konsulte vogël, një anamnezë, një pakoj analizave që kape që kërkon doktoresha dhe ju mund të identifikoni problemin dhe të filloni nga zero, edhe të ushqyeri shëndetshëm, por edhe duke e menjanuar problemin që keni dhe duke u kujdesur me disiplinë, siç edhe ju rekomandon pastaj doktoresha në konsult me shumë kolegë të saj. Kreta ata që duhet më dobësu, e di që e kanë marrë shumë seriozisht edhe kështu duhet të bëni, sepse duhet të humbim peshë jo vetëm për fizikun dhe të bukurën tonë, por edhe për shëndetin tonë. Ky ishte edhe materiali i fundit, dashur miq, për sot. Mos harroni në gjitha rrjetet sociale, na ndihni në familja jon, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, portalin Familja Jon 24/7. Ndërkohë ne takohemi të dielën e ardhshme në ora 16 e ju vazhdoni me qëndruar me televizionin Kanal 10. Mirëmbëjtje.